Më vjen shumë keq kur dëgjoj nga teologe, hoxhallar e njerëz të dijes pak a shumë, kur dialogojnë, kur bashkëbisedojnë, dhe normal që është nuk pajtohemi, sepse dijet janë oqean. Vetë profeti na ka thënë, unë jam shtëpia e diturisë, e Aliu është dera e shtëpisë, dera e diturisë. Prandaj, për të ardhur deri tek dia, shkoni tek Alia, Imam Aliu. Kjo është e thonë me profetit, ase jemi ase jotja. Ku e lam? Kur muslimani i thot besimtarit, mas gjithë bisedës, edhe e runat fanatizmin e vetë, edhe i thot, lekum dinukum veliedin, ju keni fen tuaj, kurse unë kam fen time. Ama i thot muslimani besimtarit. Kjo është një gjë normale, sepse musliman ka me vagona, me miliarda, por besimtar ka pak. Ama, kur i thot besimtari besimtarit, kjo është tmerr. E ma tmerr është kur teologu, hoxha që ka studiu këtë surën Kafirun, surën për qafirat, për pabesimtarit, kjo është tmerr kur teologu të thot një besimtare, apo një besimtari, apo një kolegu të vetë që është gjithashtu teolog, ose hoxhët jesht me medrese, i thot ma në fund, spajtohen me besimet e njëri tjetrit, i thot, lekum dinukum veliedin. I thot pra, ju keni fen tuaj, unë e kam timën. O zotëni efendi, kjo sure ka zbrit për kafirat, për qafirat, jo besimtarët. Dhe kur e merr pushtetin profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, jo besimtarët i thon, i dhujtarët i thon, a din çka, na këtu e kemi biznesin, siç është biznesi edhe sot, më i madhi në botë. Du shku në umre në haxh, e kanë bërë fen biznes. Dhe këta qafirat, i dhujtarët, i thon, a din çka, po bëjmë na një kompromis me ty, o Muhammed, që 10 vjet ose 2 vjet ju mbajeni qabën, e 2 vjet na. Jo, more zotni, se s'ka kompromis në fe. Madje, ata të papastërtit në besim, dikush e ke çpërdor këta për i krishterëve, a peshe? Zoti ka thënë të papastërtit për krishterët, jo për krishterët, për i dhujtarët. Ata e kanë të ndaluar të hynë të bëjnë tavaf, qabën, ritualet e tyre. Prandaj hoxha efendi, lekum dinukum veliedin, nuk i përket mi thonë një muslimanit, që beson në Allah edhe e pason profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Edhe mendon ndryshe. Mendon ndryshe, se ose e ka të mungët, e ka besimin në Zot, po e ka të mungët ditunit në bindje ndaj Zotit, ose i ka të plotësume. E ti nëse je inferior edhe je fanatik, që e man vetëm bindjen tënde, nuk është problemi jem. Ditunia është oqean, gjykimi është prej Zotit, e jo ti me gjyku njerin besimtar, 5 kohë namaz, rasti jem, me mbules, atë sa kom bindjet e Zotit, atë sa jam adhëruse e vogël apo e madhe, po mundohem deri në ditë të fundit të frymësime, edhe ti thu ma në fund, kjo është nga ato që kemi mësuar psikologji, komponentat mbrojtës, sompiqet hesapi, edhe ati shka thot ma në fund. Ani, ti me ndu që ashtu, po lekum dinukum veliedin, të bon automatikisht që të qafirat. Automatikisht të bon qafire me këtë.
Ani se të thot, ani ti mendo që ashtu, ti e ki fen ton dhe unë e kom fen teme. Jo more zotri. Kjo sure ka zbit për qafirat, jo për musliman. Ma dopt a ma të mirë, ma devotshëm apo ma të pak devotshëm, ma ignorant apo ma dietar. Dituria s'ka kufi, hapi syt, trurin e shpërlar, pastroje edhe pak ma mirë, që ti diturit, nga burimi e hlibetit, keme mendu si unë. Assalamu alaikum.